Okej. Pola? Po, ajo çfarë doja unë të shtoja, përveç argumentave shumë interesante që u dhanë këtu nga kolegët, të cilat mund përmbledhen në 3 elemente: aksesueshmëria, pra e librit nëpërmjet platformave dhe hapësirave të dedikuara për librin, edukimi i librit, i cili vlen për tu trajtuar, për tu injektuar që në fillesa familja, shkolla, shumë aspekte tjera sociale, dhe elementi i tretë që kishte të bënte me sasinë e leximit të librit. Unë do të shtoja edhe element 4, që ndoshta ta kanalizojmë në bisedë, që ka të bëjë me cilësinë e përzgjedhjes së librit dhe diskutimin mbi të. Po të vësh re nde panairet tek ne, kanalizohen tek shitja, tek promovimet individuale të librave, të cilat zakonisht vijnë nga botues që orientojnë lexuesin tek bestseller apo tek njerëz publik të cilët marrin përsipër, futen në zhanra pa ndonjë sofistikim metodologjik mbi trajtimin e një teme të caktuar, por duke lënë në hije libra cilësor apo jo. Unë do të thoja që ne çfarë diskutojmë mes njëri tjetrit, fashoje lexuesit të specializuar, po themi, vërejmë që libri i specializuar, i profilizuar kualitativ, sa vjen dhe reduktohet. Për shkak edhe të interesit të pak që ka ai libër e trajtuar si mall. Së dyti, brenda librit që na adresohet ne si lexues i kualifikuar, po themi, vërejmë dhe problemi që ka sot përkthimi, i cili duke futur dhe inteligjencën artificiale është bërë edhe akoma më shumë problem, pasi e ka bërë më të shpejt përkthimin, por shumë më pak cilësor në aspektin e mesazhit që do t'i japë libri. Dhe elementi i fundit është që me thënë vërtetën, kjo pjesë